Po, nga kjo, doktor Rushet, nëse dikur ka mungu informacioni, sot informacioni është më i servuar, më i praneshëm, por dinamizmit të cilin e kemi pranu dhe përqafu, ndoshta po e stopon me marë si të shneq me informacionin që stili jetës është i gabushëm që përbëjmë. A mendon që edhe nëse e dim, nëse kjo nuk o mirë për neve, na prapë po vazhdojmë? Dhe informacionet që merë nga njëherë janë pak si të tepruara, në kuptim që njerëzit rrinë shumë në telefona. Jemi të pranishëm. Edhe aty gjithkush po plason gjithë shka, kështu që jo gjithmonë është më e duhura. Pastaj edhe kur bën këshillime shëndetësor, njerëzit gjithmonë thonë nuk kam kohë për palestër, nuk kam kohë për dalje në natyrë, ose ka që thonë që po mjafton ai aktiviteti ditor, ka të thëmë që është më shumë të gratë, se le të punojnë në shtëpi, edhe thonë që unë mjaft jam aktive në shtëpi. Bëj kilometra. Po bëj kilometra. Po me matë kilometrat janë mjaftueshme. Mirë po, dalja për të ecur është vetëm për të ecur. Ose ta marrë shembullin kështu, unë shkoj në palestër, edhe kryesisht janë të rinj, pak janë të moshës time. Në vend që të vinë në të rinjt janë në rregull, pa ta vinë më shumë për të ndërtuar fizikun, se sa mosha mesatare që ka nevojë për të rregulluar shëndetin. Çka bëjnë? I marrin telefonat me vete. Në vend që telefonat i lënë në dollap, edhe kur shkojnë për aktivitet fizik, që duhet të ndërlidhet edhe me aktivitetin mendor, harrojnë që edhe qetësia e ka atë nevojën e vet për ta rregulluar edhe trupin edhe mendjen, edhe shpirtin.